Pas së zgjedhjeve të 9 nëntorit, kandidati pavarur Gjergj Nika tha për Blu Televizion se pjesëmarrja në garë i dha çdo kandidati të pavarur mundësinë për të treguar peshën e tyre, e se në Vlorë ka hapësirë për alternativa të reja. Atëherë, për sa i përket pjesëmarrjes, ajo është një pjesë që unë kam shprehur edhe ditën e zgjedhjeve edhe më përpara. Unë mendoj që kandidatët e pavarur treguan gjithsecili prej tyre tregoi peshën e tij specifike, qoftë unë që isha i pavarur pas një lloj mbështetje të partive opozitare, qoftë edhe kandidati tjetër i cili ishte mbështetur tek të gjitha pothuajse partitë opozitare. Nika e cilësoi procesin zgjedhor jo të barabartë për shkak të presionit institucional dhe kushteve të pabarabarta në fushat. Sa i përket mbështetjes nga Partia Demokratike dhe opozita, Nika u shpreh se ajo ishte më shumë individuale se sa e organizuar. Gara ishte e pabarabartë. Pse ishte e pabarabartë? Sepse unë kam shprehur edhe më përpara që Partia Socialiste funksiononte në garë nëpërmjet patronazhimit dhe pjesë e garës ishin ose pjesë e strukturave të tyre të cilët i ndihmuan për të bërë fushat kanë qenë gjithmonë gjithë administrata dhe patronazhimi nëpërmjet punësimit ka qenë çelësi i suksesit të tyre për të marrë aq vota sa ka marrë. Por mos harrojmë që Partia Socialiste nga 2023 dhe nga 2025 i mungojnë diku nga 17.000 deri në 20.000 vota, që është me vërtet një pikpyetje e madhe për rezultatin e kësaj gare, pasi unë kam thënë që nuk mund të qeveriset bashkia me 8% të votave të qytetit, aq sa ka marrë kandidati e Partisë Socialiste për qeverisje. Unë kam ndier mbështetjen e atyre njerëzve qytetarë të cilët besuan tek vizioni dhe tek politikat e mia dhe programi im. Patjetër dhe strukturat e Partisë Demokratike më kanë ndihmuar, strukturat poshtë dhe militantët të cilën më njohin pasi unë kam aderuar për shumë vitesh në atë parti. Nuk është se unë jam rish tazi, por kam mbi 20 vjet në funksione politike në atë parti, por gjithmonë vullnetar, pa pasur asnjë ditë punë në shtet apo asnjë lloj përfitimi nga Partia Demokratike. Nuk e përjashton po ashtu angazhimin e mëtejshëm politik, ndërsa thotë se do të jetë i pranishëm në çështjet që prekin qytetin përmes Këshillit Bashkiak. Aty unë po ju them që lufta ime në Këshillin Bashkiak do vazhdoj. Ne jemi që këtë javën tjetër jemi në komisione dhe gjitha, dhe si antar i Këshillit Bashkiak dhe si kryetari i grupit të PD-s dhe PD-jus, dhe synimet më tejshme janë që për fushatën e 2027-s unë ju garantoj që nëse do vendos të hyj në garë përsëri për 2027-ën, fushata ime do filloj 6 muaj përpara, jo në këtë moment si vajti, sepse nga pengesat që pata, nga pengesat për regjistrim, fushata ime ishte vetëm 5 apo 6 ditë, dhe në 5 apo 6 ditë ne morëm atë rezultat i cili ishte një rezultat i mirë për periudha aq të shkurtër. Për protestat e Partisë Demokratike në Tiranë, Nika konfirmon se do të marrë pjesë. Unë do jem pjesë e protestave qytetare gjithmonë për rrëzimin e kësaj klase politike e cila po e dëmton Shqipërinë. Patjetër që po ditën e hënë unë besoj që do jem në pjesë për protestë.